kemi thot 2 fëmijë, burri s'dan më shumë për arsye financiare, e ka përmend edhe stresin, thot çka të bëjnë. Po nëse nuk bën fëmijë, jeta nuk do të thonë që s'ka me të kalu me stres. Është normale ajo pjesa do të thonë që fëmia ka me të lënë pa gjumë, fëmia ka me të nervozu ka herë etj. Po është një mërzi e arsyeshme, një mërzi për cilën Allahu ka lënë dozën në trupin e njerit me duru. Ti duhesh mos me duru një stres i cili të krijohet nga dëshira për të pas luks, për të bën milionat. Çasoj ruju, mos i krijo stres vetes. Thuaj diçka, po mjaftohem me një mesatar, ju të bën multimilioner, dan multimiliarder më bën, edhe me dal menç, kjo të krijon stres. Gjaj një jetë mesatare, qatë stresin që kime dhonë punë atje, po du mi pas 100 punëtor, maj veç 10 punëtor, edhe qatë stresin, anë na kaloj me fëmi, ma mirë me pas stres për fëmive, se sa prej budallëkive të dunjas. Allah e natyrshme është që njeri mu lo dhe mu stresu e mu gajlu me fëmi. Është e natyrshme, është e bukur, është e heshme. E për arsye financiare është gabimi maj madh, është papjekuria e imanit prej më të mëdhajave që një njeri mundet me mendu se s'kam pare edhe ma mirë s'po bëj fëmijë se pala mu i mirrit. Kjo të mëdhan persona në fjalë nuk e kanë kuptu meselen e riskut që duhet. Prandaj bani fëmijë e mos e këqyrni këto sene se me bën fëmijë është e natyrshme. Është diçka që Allahu e ka kriju, është në gjenët e insanit. Allahu i rujt.